Melinda French Gates ka reaguar publikisht pas përfshirjes së emrit të ish bashkëshortit të saj, bashkëthemeluesit të Microsoftit Bill Gates, në dokumentet e reja që lidhen me Jeffrey Epstein, duke deklaruar se ky zhvillim ka rikthyer kujtime të dhimbshme nga martesa e tyre. Jam shumë e lumtur që jam larg gjithë këtij llumi, tha Melinda French Gates, e cila u divorcua nga Bill Gates në vitin 2021 pas 27 vitesh martesë. Në një intervistë për podcastin Wild Card të NPR, filantropistja miliardere u shpreh se ndjen trishtim të thellë për akuzat që lidhen me Epstein dhe theksoi se personat e përmendur në dokumente duhet t'i japin përgjigje për to. Për mua është e vështirë sa herë që dalin në dritë këto detaje, sepse më rikthejnë kujtimet e disa periudhave shumë të dhimbshme në martesën time. Çfarëdo pyetjesh që mbeten, për gjëra që as nuk mund t'i kuptoj plotësisht, ato pyetje u takojnë atyre personave dhe edhe ish bashkëshortit tim. Ata duhet të përgjigjen për këto gjëra, jo unë, u shpreh ajo sipas BBC. Dokumentet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-ve përfshin një pretendim të Epstein se Bill Gates kishte kontaktuar një sëmundje seksualisht të transmetueshme, pretendim që Gates e ka mohuar kategorikisht. Një zëdhënës si Bill Gates i cilësoi akuzat si absolutisht absurde dhe plotësisht të pavërteta, duke theksuar se ato vijnë nga një gënjeshtar i provuar dhe i pakënaqur. Bill Gates nuk është akuzuar për asnjë shkelje nga viktimat e Epstein, dhe përmendja e emrit të tij në dokumente nuk nënkupton përfshirje në ndonjë aktivitet kriminal. Mediat amerikane raportojnë se Melinda French Gates kishte shprehur shqetësim për lidhjen e ish bashkëshortit të saj me Epstein edhe parandarjes së tyre. Pas shpalljes së divorcit, Bill Gates pranoi se kishte pasur një lidhje jashtëmartesore me një punonjëse të Microsoftit në vitin 2019. Pretendimet ndaj Bill Gates janë pjesë mbi 3 milion dokumenteve të publikuara javën e kaluar nga Departamenti i Drejtësisë i SBA-ve. 2 emaile të datës 18 korrik 2013, që dyshohet se janë hartuar nga Epstein, përmbajnë akuzat të ndryshme, megjithëse nuk është e qartë nëse ato janë dërguar ndonjëherë te Gates. Pas publikimit të fundit, përfaqësuesit e Bill Gates deklaruan se dokumentet tregojnë vetëm përpjekjet e Epstein për të dëmtuar reputacionin e tij.